vazhdojmë me pikën e tretë të rendititës. Materialin e keni. Kush që pa fjallën? Nëse Razim. Që nuk keni para gjimës që a keni të telefonin pa për para. Për pasat të respektit se edhe jeni si drejtoresh e re. Po një qështje më interesat si kështë mundësime nga të regunë. Sa kontrata e në të prej ju këtë një drejtor. Në tore që kanë qenë në këtë caktume, a sa tjeri keni marë në këtë caktume se edhe gjyqja ka prutit e vedem e këse definitiv që ashtë i fundit me këtë drejtor. Faleminderit. Tjerë për të diskutim apo? Urma drejtoresh. Përshëndetje për të gjithë. Sa i përket pyetjes së zotrina Serit, isha dashur një përgjigj me shumë shkurt. I kemi ndërprer 5 aneks kontrata të cilët kanë qenë paligjshme me zvoglimin e buxhetit. Edhe nuk e di gabimi ose i qëllimshëm ka qenë nga ish drejtoresha më hershme, është kthy kontabilistja Ferkishëm Sedini me një gabim të cilin e ka bërë lëshimin ish drejtoresha. Do të thonë nuk ja ka ndërprer kontratën asaj me kohë, po e kalon edhe 9 ditë tjera, edhe me ato ajo automatikisht e ka fitu vendin e punës. Asnjë tjetër nuk e kena marrë, asnjë punëtor tjetër në zalën sem të këtyre. Kanë ardhur punëtorët me programin socioekonomik, ata janë si lloj praktikantë, si shuj ndryshe. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh. Ahmet Latifi. Drejtoresh, arsitimi i vetëm ka qenë buxheti. Kemi largu punëtorin, u kom pushin një kësor. Thonë, do dini që keni shkeli. E para, e dyta, thatë s'kena marrë punëtor. Kemi largu punëtor, shembol politikisht, kuptohet. Edhe këto e di që se ki bobe në punët, me dëshirën. Këto ka më dhurë si për zotin Aseri. Unë e di kush është iniciatori edhe në këtë e di. A e dim se të jemë pikë të i zollum qarit, ty të ka ardhë leja për mi largu. Ki largu një punëtor me 2 fakultet. Ki largu një punëtor që një histori të bibliotekës s'ka pas ledzus më të një. Që ka ledzu më shumë. Kini zavendësu me njerëz me shkollat mesme, që u to e partë të sektori i fëmijëve, keni du njerëz shifët. Ka njerëz keni punësu që i gu bicigu se ka ditë. Këto e di për shka keni bu. Mua hakmarë, dhe unë jeni hakmarë politikisht. Po ati e ki vajzën e kryetari që nuk tjenë punë. E ki marë, pini që tër institucioni e keni partë aty. Dhe thonë, kjo aje ka drejtë. Tjerë nga jo, se na imi kundështar politik, na imi armiq, edhe çështja e leutrimit. Çështja e leutrimit nuk ka mujt me vazhdu drejtorin. Sa është një gjarim të shkojnë. Mos ban politik me... Po jo, tema zotit ajo. Sot me eksonë dire dikujt. Ti u dash me rapu, jo, jo ti, jo mare për të shkojnë. Edhe tash dalin këtu arsjetoni me një pyetje të shkojnë. Po mjenë keq për gjithë punëtorë që i keni rrë. Po, vetën i keni rrë. Ju i dini, s'pi plëconi kushtet për të ma drejtorë. Si plëcon kushtet të ashtyrin, apet kushtet e tyre. Po, kur ja largun zotnijës vajzën për shtëpisë shëndetit, dojnë me një opinion, me një status. Kjenë se këj një heroj madhë, i kishë
po lidh ke një familjes patriotike gjatë luftës dytë botërore, ku i përmendi gjyshti babën Tafi, babën Sulli, që kishin luftu njonin ato pruge, keton pruge. Kinë se pushteti qendror i Serbisë, lyje me Aleksandar Vučići, është kundër këti. Ti patriotat, ti pa kaj ma shumë ti se ajë. Edhe derë, televizionit Kosovës, thur do varë që aty, kjesë është një farë patriot me emocione të reshme, derë jo kështu Serbia, jo ashtu Serbia, jo në kemi presion. Por preki, të vajsa vetë, e voni shumë të manë. Ju drejtorët, pasin qafa të njësi. Se sot, në këtë mënyrë, e kini zbrasë edhe të presheru, të i përzoni intelektual, e të funksionu, me një funksioni Kovac, me një atysh, që ashtu, që s'dil me lecu, rreni e intelektual, si të gjithë për para, se këtë proces, ky zotnia ka fillu nga 2010, për largimin e këtë intelektual. Edhe sot dalmi se s'kemi as më shirë daj një dëshmori, që sot e gëzojmë në lirin ati, nuk ka vdekaj për parti, po dhjetë pushka. Edhe që ta drejtori duhet më koni njeri i guximshëm u kompliciativ, që ka dalë pushkës më parë. E nasë sot kemi i guxim me dalë piton dikujt i shka. Paramendonin, te njeri akuzon pushtetin qendror, Vučići se ka që. Po Leotrivi kon me akuzuve. Ato Vučići se qiti, patriot. Edhe une, kur e shof ato si një patriot i malë, une shka propozu që ta shpalmi ato eroj gjallë i Lugirës. Meritët e Skender Beot që aparmi ati, edhe ta ngrojnë si Rakmi Mustabeu. Se dhe kapela i dhe mirë ati e ka simbolin e mirë, edhe i përshtatët ati. Boni qka do ne, dhe që këtu më arsitu, muni më arsitu mirë, se që këtu pasoja këni një kapë. Misa, drejtorisht, kryën kush ka me diskutu, pastaj një përgjigje. Unë thjesht është një pyetje e kom për drejtoreshën, me që tha kanë largu punëtor kundërligjshëm e vendos tjetër kush, a ju kon as janë kundërligjshëm. S'ta kom ty me cek a janë kundërligjshëm ajo. E para, dyta, me që tha se keni marrë asnjë punëtor tri, në çfarë cilësie është e punësume vajza e kryetarit tënd aty në institucion. Kjo e ditë se ka qenë në marrëdhënie pune në tjetër institucion, për pikë qefin e keni pru institucionin tuaj. Faleminderit. Ka tjerë për diskutim. Drejtorisht, Nderuar Latifi, me shumë respektin më të madh për ish punëtorët që i kemi ndërprer ato atë kontrata, jam ditë për keq, por ata e di shumë mirë se ata nuk kanë qenë shtys për bërjen atë me aneks kontratave, të cilat i ka bërë në emër të tëmve, i ka bërë dikush tjetër. Edhe është e vërtet se vllau juaj në momentin që kanë di po folet se përshëva është qaqe vogël, edhe ka vazhdu procesin që jo në aty, e një kone dhe kemi pasën qysh një dit e ka burë të mvesh, ka jo shumë normale, se nuk do për paramendem, e ndodhë një dit. E nuk ndodhë, po një dit e kanë ansi, edhe nuk është që 3 muj mund të të zgjata, nuk po du me folë për atë pjesë, është përgjithësia se cilit, edhe ku do shta me thonë, nëse keni dyshime për aneks kontratët ta kanë qenë pa leqme apo të leqme, mundi me arë me verifiku edhe i shifri shumë, jo me gasë me jodhonë sqarime. Edhe dyta të gjithë punëtorët në biblioteke respektojnë orarin maksimum edhe e meritojnë një përkrahje edhe me ngritë zoni se falë atyve kemi kalu një vit e kemi përmbyllë shumë sukses shumë, bashkë me ta se kemi punu
maksimum. Edhe sa punojmë në porrim, po do këtë puna se aktivitetet e tona cilat jene të i bo. Vajza e kryetarit Agri Mustafa është punëtore e rregull në bibliotek. E kemi bërë pikëshillit nacionale aty me gjithë drejtën e botës, edhe jemi shumë okej. Vendi ka qenë i lirë, nuk është zavendësuar ata personat. Faleminderit. Drejtore e shënderuar, personalisht, ty nuk të akuzohet, se kjo nuk e ki bo me dëshirën të. I e veç një ekzekutus, i ati propozus, për një largon. Që tash u folë, edhe tash qëto së më përqeve se janë një dëshifrua diagnozën. Jo që është mjekësuar. Vula, kur t'jene për spitalit Vrajës, kur shkon për spitalit Vrajës, është me vullë. Edhe nga mjek specialist, ti mund me mohu, mund me rëvizu. Po, është me raport me specialistin nga spitali Vrajës. Kështu që, nëse e guti se rritët e gurëve në veshkë, pas kënë veç një ditë, për do mune kemi mjek këtu, që i ka shkri menë për ato, po kom edhe unë e qatë problemin edhe i ti shumë. Edhe personalisht e kanë të një problem, ato e kanë rukë në moment, e sa kanë gjatë në për atë personi që nuk jem punë, për që da kam do një urdhër, me drum punë që kam, edhe ajo nuk po kontë një kuatër, po këto i zbaton ti për shkak urdhëresës ti person. Unë e të kuptoj ty, për së cili më konë. Nuk ta hedhë fajin ti ty, po fajin është beket personin që i nuk den mu balafaqu sot këtu. Ky patriot i marë. Shto që i posisër personali. Na folin për institucionë, ti ekzekutusi. Po është një problem që tash jo ishtë drejtoresha jo. A tu faktu? Regull është. To jo në procese. E vendojnë gjyqi, rrjetë shumë letë, familje. Koordinatës ati këthojnë së vendosni, kësa këthojnë vendosni. Ja, me urdhër, veç e thjerë. Drejtoresha po del kontradiktore me fjalët e veta. Ne tha s'kemi marrë na punëtor të ri, pastaj duhet tha e kemi marrë. Vendi ka qenë lirë aty ndërru. Se më vjen shumë keq që po të ndërpres, po prapë që ndroj aty. Ke marrë, tha s'kemi marrë punëtor të ri. Kjo zavendësu ata persona me persona tjerë. Po falesht tha s'kemi marrë punëtor të ri. E unë dola pyeta, tash e keni marrë një punëtore vajzën. Punëtore ka ardhur para largimit aty ne. E keni marrë thash vajzën e kryetarit juaj. E çështja e transferit, kjo është gjëja më banale që po thoni e cekë e zotria veç me folë diçka, u bë transfer me drejtën e botës, as i drejtë s'ka ku në botë, as i drejtë ka veç te Agri Mustafa. Qofse unë i tërheq fjallë, qofse dalni, më argumentoni, jonë dy institucione komplet s'kanë përbashkët asnjë njëri me tjetrin. Në shfarë edhe këtë me dokumentu ne kena, nëse të interesojnë aq tjetër. Do me dalë me sqaru, me sqarime, Drejtën e posë. Se pone qarën a mirë, qarën kjo a mirë, Pazar bëhet thumës me ndërmish. Kam të vimi ka një rejli, të vimi ka rejli, kalzojnë fund të një Të interese kam, unë e diskutoj se në kjivë në politike jam të drejtorë dhe aja është fajnë jorë pëse në ndikojmë të drejtorë të mundohemi, po jam shumë indishëm kër i përmeni gjeste antarë të familjes në politikë. Unë përveti jam gjendje nga 5 orë shumë jam, nga antarë të familjes e përmeni, asë rajtë njësë. Edhe u du me respektu atë nivel, se që ka morë transfer punëtorë, ka morë të gjëherë për parë për muna për aty studeshtë.
ka marrë një përzinë të këtë, edhe një Alsa. Po dy viktima, dy s'kam pas lidhje, nuk kam pas lidhje institucione me ata. Edhe nëse thirrët dikush, pra po kërkoj fal me para s'po duhet tash edhe atë me këtu, se ekipojnë me drejt ligjore, ju ka thënë se është jashtë ligje. Po, për respektoj drejtën e anëtarit të familjes, nuk foli më shumë. Faleminderit. Për diskutim tjetër ka? Edhe votim pikën e 3 të ditës. Shqiptimi i propozim akvendimin të dhënjën e përgjimit në raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2024. Kush është për? Liste 2 për? Kundër? Ska? Abstenim? Ska. Konstatoj se pika e 3 të ditës, në 22 vota për, miratohet. Vazhdojmë me pikën e 4, shqiptimi i propozim akvendimin të dhënjën e përgjimit në programin e punës dhe planin financiar për vitin 2025 në Bibliotekën Mehmet Jusufit Bashiri. Kërë diskutim? Nuk ka. Edhe votim, kush është për? 22 për, kundër? Ska? Abstenim? Nuk ka. Konstatoj se pika 4 e ditës, me 22 vota për, miratohet.